Vetëm këtë është mangët përdorimi i ujit së çeshmës, kështu shërbehet bureku në një buretore në qytetin e Gostivarit, me pirum plastike dhe me pjatë të plastikës. Собственикот на бурекџелницата вели дека на овој начин се обедуваат да ги почитуваат препораките што ги издале надлежните институции. Kjo ndodh shkak të këtyre rekomandimeve që janë bërë për ujin. Sa të informohet kemi një ndalesë për larjen e gotave apo tanirave, sendeve, edhe prandaj kemi vendosur këtë mënyrë me plastik të japim. Mendojmë se mënyra është më e sigurt. Inshallah kemi sukses në drejtim. Граѓаните со кои разговаравме дојдоа да земат вода за пиење, обезбедена од општината и владата. Бела дека од страв не ја користат водата од чешма ниту за миење раце, ниту за туширање. Сепак потврдуваат дека има доволно вода за пиење. Ska uja më që na bien me shishe, me shishe na bien, marrim për i lajmë durët, se nuk duhet e në durët i lajmë, nuk duhet as, më kupton. E te i na bien këtu në me kamiona, ne marrim e ne shfrytëzojmë për shpejt. A bëni tush me këtë ujit? Jo, be çfarë tushi, as durës nuk guxen me i lajmë sant as tushi, as kur gjonu unë. Nuk mundet. Se këtë ankohen një sant se durët bubohen edhin si me prishta, me ashtone. Kanë thonë që nuk guxoni, repsisht e ndalome. Mund them për këtë rini që do të vinë më marrin ndonjë smundje në gjithë. To kupena voda, po çesh nostra носиме и тоа е. Препораките на надлежните институции остануваат непроменети. Водата од чешма во Гостивар да не се користи ниту за пиење, ниту за миење. Во градот и понатаму е во сила кризната состојба, откако пред 5 дена официјално беше прогласена епидемија.